Personat që ha në kos duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Një tas kos a mund të zhbëjë efektet e dëmshme të ushqimeve me yndyrë të lartë? Këtë sugjeron një studim i ri nga shkencëtarët amerikanë, të cilët kanë zbuluar se gratë të cilët konsumojnë kos përpara një vakti të lartë në yndyrna dhe karbohidrate kanë nivele më të ulta të inflamacionit në gjak krahasuar me ato që nuk konsumojnë fare kosin. Kosi mund të parandalojë futjen e toksinave në enët e gjakut dhe të forcojë veshjen e brendshme të zorrës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Konsumi i kosit përpara një vakti mund të ndihmojë gjithashtu në përshpejtimin e metabolizmit edhe uljen e riskut të zhvillimit të sëmundjeve metabolike dhe kardiovaskulare, thonë shkencëtarët nga Universiteti Wisconsin Medicine. Ky është studimi më i fundit që tregoi se një tas kos mund të përmirësojë shëndetin e mirë në disa mënyra, duke filluar nga ulja e temperaturës së trupit, deri te forcimi i kockave dhe ulja e rrezikut për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Madje mund të ndihmojë edhe në rënien në peshë dhe parandalimin e infeksioneve, citon studimi publikuar në Daily Mail. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe jo vetëm. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit nga më të konsumuarat për shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra dhe shije të ndryshme. Kosi mund të hahet me të ëmbla, me të kripura, në mëngjes, në drekë, në darkë, edhe për një vakt më të lehtë. Kosi është i pasur me kalium, kalcium, magnez, vitaminën B2 dhe vitaminën B12. Në këtë video do të mësoni më shumë për vlerat e kosit edhe efektet e tij të ngrënies të mëngjesit. Kosi është i mirë për sistemin tuaj tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi i tij ditor mund të japë gjithashtu rezultate fantastike edhe të mbrojë atë nga toksinat dhe bakteriet. Ai do ta qetësojë sistemin tuaj tretës nga inflamacionet dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Kosi është i mirë për imunitetin. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin dhe ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi. Kosi është i mirë për tensionin e gjakut. Sipas të dhënave, kaliumi te kosi do të ndihmojë eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë kosi ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe përmirëson shëndetin e zemrës. Kosi është i mirë kundër infeksioneve. Kosi është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet në organet e tyre. Kosi përmban laktobacile, bakterie të cilat frenojnë rritjen e infeksioneve dhe të mykut. Kosi forcon kockat. Një filxhan me kos përmban 275 mg kalcium. Për këtë arsye, konsumi i kosit që në mëngjes u ka dhënë kockave forcën e duhur. Kosi përmban bakterie miqësore për zorrët. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi i tretës. Nëse vuani nga fryrja e stomakut ose diarrea, është e këshillueshme të hani kosin për mëngjes. Kosi është i mirë pas aktivitetit fizik. Proteinat e kosi japin muskujve aminoacidet që u duhen për të uri më këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi e rikthen atë. Kosi është i mirë kundër alergjive. Personat që konsumojnë kos rregullisht janë më pak të prekur nga alergjitë, citon një studim i kohës së fundit. Sipas studimit, të cilëve u referohemi, personat që ushqehen me kos rregullisht janë më pak të riskuar nga inflamacionet dhe alergjitë. Kosi është i mirë për personat që duan të humbasin kilogramë të tepërt. Kosi përmban pak kalori. Për më tepër, fal konsumit të tij, qelizat e yndyrës prodhojnë më pak kortizol, gjë që nxit organizmin të humbasë më shumë kilogram. Kosi është i mirë gjithashtu edhe për peshën tuaj trupore. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje më të mirë shëndetësore dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj, kosi është një përzgjedhje e cila mund të japë shumë përfitime në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ekspertët e cilësojnë kosin si një prej alternativave më të çmuara në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Për ca kohë konsumoni kosin natyral, atë të përgatitur vetë në kushte shtëpie, përgatituni të merrni përfitimet e duhura në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kosi është një nga ushqimet nga më të konsumuarit për njerëzit.
Ai dallohet për vlerat e larta ushqyese dhe konsumi i kosit do të sjellë përfitime të konsiderueshme për shëndetin tuaj. Kosi do të ndihmojë në humbjen e peshës. Për disa, dëshira për të humbur në peshë mund t'i bëjë ata të kthehen në çdo lloj zgjedhje, qoftë një ushtrim ndërtues në palestër ose vazhdimi i dietës së tyre, ose zakonisht një kombinim i këtyre gjërave. Sa i përket dietës më të shëndetshme, kosi nuk është i rastësishëm në programet dietike të shumë dietologëve. Kosi është i mirë për një shëndet të zorës së mirë. Shëndeti i zorëve mund të mos jetë diçka për të cilën mendoni shpesh, por është thelbësore për të mbajtur një mënyrë jetese përgjegjëse edhe të shëndetshme. Zorët tona janë në përgjegjëse për tretjen e ushqimit dhe thithjen e lëndëve ushqyese. Ndaj është thelbësore që ai të funksionojë si duhet. Një gjë që mund të ndihmojë në këtë proces është edhe kosi. Kosi është i mirë për kockat e forta. Nëna juaj gjithmonë thonte të pini qumësht për kockat tuaja. Ndoshta ndryshe nga shumë gjëra të tjera, kjo ishte e vërtet, por ajo mund të ketë harruar të thotë se kosi gjithashtu mund të ndërtojë kockat e forta. Produktet e qumshtit, duke përfshirë edhe kosin, janë në burime të shkëlqyera të kaliumit, i cili është një mineral kryesor i kockave. Kosi është i dobishëm për ata që vuajnë nga osteoporoza. Nëse doni të keni një humor më të mirë gjatë ditës, shtoni kosin në vaktet tuaja ditore. Në mes të stresit të punës ose çdo gjë tjetër që ndikon negativisht, humori juaj është lehtë i prekshëm dhe mund të bjerë her pas here. Ka mënyra klasike për të përmirësuar humorin tuaj. Ushtrimet dhe gjumi i mirë, por edhe ngrënia e kosit janë përforcuese të mrekullueshme të humorit. Sistemi juaj imunitar gjithashtu do të përfitojë nga konsumi i kosit. Në ditët e sotme është shumë e rëndësishme që të keni një imunitet të shëndetshëm për të luftuar sëmundjen dhe infeksionet. Një nga mënyrat për të forcuar imunitetin është të konsumoni probiotik që gjenden te kosi. Duke ngrënë në kos, ju do të ushqeni traktin gastrointestinal me bakterie të shëndetshme. Këto bakterie të shëndetshme parandalojnë mbizotrimin e atyre të këqijave, gjë që çon në përmirësim të dukshëm të zorës dhe të sistemit tuaj imunitar. Por çfarë duhet të keni kujdes kur e shtoni kosin në vaktet tuaja ditore? Një dizavantazh i kosit është se mund të gjendet lehtë në marka të ndryshme në treg, të cilat janë të mbushura me sheqerna dhe aditiv të ndryshëm. Ndaj, në mënyrë që ai të mos ndikojë në përkeqësimin e situatave tuaja, ekspertët këshillojnë më shumë kosin e përgatitur vetë në kushte shtëpie, në mënyrë që ai të japë përfitime ushqyese në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve që ju kanosen çdo ditë më shumë. Kosi është një produkt fantastik për sa kohë konsumohet ai natyral, i bërë vetë në kushte shtëpie. Rezultatet që do të merrni prej tij do të jenë mbreslënse dhe shumë ushqyese në dobi të vlerave dhe shëndetit tuaj të përgjithshëm. Kosi është një nga produktet që shumë ushqyes e prodhojnë nga fermentimi natyral i qumshtit. Përpos shijes unike të shijshme, kosi ka përfitime të mira për shëndetin e njeriut. Kosi do të ndihmojë gjithashtu edhe në uljen e niveleve të hipertensionit. Studimet tregojnë se shtimi i kosit në dietën tuaj ndihmon në uljen e riskut të hipertensionit, i cili zakonisht njihet si presioni i lartë i gjakut. Gjithashtu ju ndihmon të mbani trupin në formë dhe të parandaloni sëmundjet kronike, të cilat ju ndihmojnë edhe në sistemin tuaj tretës. Kosi ju ndihmon në humbjen e peshës së tepërt. Sipas një studimi të ri, për të përshpejtuar humbjen e peshës dhe procesin e djegjes së dhamit, ju mund të shtoni kosin në vaktet tuaja ditore. Kosi ka përmbajtje të larta të proteinave që ju bëjnë të ndjeheni të ngopur për një kohë më të gjatë dhe zvogëlon tendencën për ngrënien e ushqimeve të shumta. Kalciumi te kosi do të rrisë procesin e djegjes së yndyrës në trup dhe ndihmon në rritjen e shkallës metabolike. Ata që konsumojnë kos rregullisht tregojnë një 80% më shumë yndyrë të humbur në stomak se ata që nuk e konsumojnë kosin në dietën e tyre. Kosi do të ndihmojë gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj të lëkurës. Gjithkush dëshiron një lëkurë të përsosur dhe rrezatuese. Konsumi ose aplikimi i kosit direkt në fytyrë do të sjellë dobitë e tij. Acidi laktik te kosi ndihmon në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës dhe zhduk gjithashtu edhe shenjat e moshës, citon studimi i shoqatës dermatologjisë në Zelandën e Re. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.